Ka diçka që nuk shkon. Tani Blerta? Tani. Unë ju thash në fillim të episodit që komentet e YouTube-it i marr shumë seriozisht. Dhe na thanë që jemi shumë serioze dhe po mendoja, ç'ti bëj gothave? Që të zhvishemi pak dhe të qeshim. Jo zhvishemi literalisht. Absolutisht, se heq të fjongo sot. Kaç po them. Por të qeshim pak edhe të ku diun, të çmendemi. Të çmendemi? Të çmendemi? Okej, të çmendemi. Vdes të çmendem ditë hënë, vdes maroj. Dhe thash, kush më mirë se ca shot sa vodka mund t'ua bëj këtë gjë. Do t'i bëj ca pyetje never have I ever. E kam bërë se kam bërë. E kam bërë se kam bërë. Vodka. Nuk është, shiko, kjo është një pjesë limonad zërese e mbaruam emisionin kryesor dhe po jemi duke bërë bisedë me njëra tjetrën, Edhe thashë Po pranoj të pi vodka shqeto vetëm sepse shoqërohet me premium balajthiza. Absolutisht. Për ndryshe nuk do pranoja. Premium limonad balajthiza. Mos e mbush gjithën. Për çdo pyetje që ju do përgjigjeni e kam bër, nuk do përgjigjeni, do pini vodka. Okej, do të thënë përgjigja është e kam bër, do e pini, nuk do e thoni. Nuk është që nëse s'dua të përgjigjem do pi. Jo. Pas ke fut sa krau, domethënë. Për çdo herë që ti do thoje e kam bër, do pish vodka. Po thash pra është limonat me limonet balajthiza. Absolutisht. Kush është në makinën e të treja pastaj? Gjesi zakonisht. Kam qëndruar në një lidhje me dikë vetëm për të harruar ishin. Jo. Suaro i zikta, ai drejt nuk ikte. Na Blerta pije. Hajde të shoqëroj shoqen. Unë? Kolegen, apo për ty po pije. Jo, unë po të shoqëroj ty lekta, me këtë nuk e pish. Unë neta më shumë se ç'duhet. Po mirë do kisha bër. Raporti 3-1 vodka me limonadë balajthiza. E piva për Gjesi. Për Gjesi. Për Gjesi e ka pirë. Se vlet sikur pive helium. Po E vjen Gjesi. Pyetja tjetër. Kam bërë seks me dikë që nuk e doja vërtet. Ja, po ja. Nuk e doja, në ç'sens? sens? Ke bërë seks? One night stand. Nuk e doja vërtet, one night stand. E marrim one night stand. E marrim one night stand. Po si ishte? E kam bërë domethënë që do e Kam pish. bërë seks, po Pa pije. I got, i për shoqëri. Si ishte one night stand, thjesht dashuri është fjalë e madhe. We stand Megli, bravo. Beri. A thash E thash dhe nga unë. E thash se kam mush raportin? Më pëlqen ku po shkon kjo loj, më pëlqen ku po shkon. Kam Në të mbajtur vjella. Po shkon në të vjella. kam mbajtur kontakt me ishin just in case. Gjesi? Gjesi, mendoj regjia, të lutem te Gjesi gjithë kamerën gëzuar. Gëzuar. Për shoqërinë, Për shoqërinë edhe ti. për ishin. Gëzuar. Ti, e pive dhe ti? Jo, e kam pi që shpar, Ah, thjesht ishte se pive proces. Jo, larg meje. Asilloj kontakti. I kam shkruar shokut të ti të ngushtë për të zbuluar në një gjë për ishin. E kam bërë. Gjesi? Shokut je po kushëri e ti soja. Motrës. Sa themi të dështuar. Momës, Japim ne këtu leksionin e pa manual, mos i shkruaj ishit, askujt harroj Shiko, ishin. kam argument. Këtë leksion e ka thënë vetëm kjo. Unë kam thënë ajë mos i shkruaj ishin. Edhe unë kam thënë shkruaj ishit. Derisa të bindesh ti vetë që s'do t'i shkruash më O, ishin. zot sa toksike. A që u binde, pyete shokun, qa bën ishi? Nëse Jo, ishi gota. nuk të kthen përgjigje. Mos e bëni. Jo, bëj shaka, mos u ul. Bëjeni gëzuar. Apo Po të ja jam tash tre gëzuar pas një gjë. Gëzuar. Ka programin e vet me fjongo. Po zemra nuk lëviz. Pije me igli se kemi tjetrën. Bof mirë, Gjesi. Respekt. Ajde. Shi skuthi, i ka bë pyetjet vetë që mos të pi vetë. Faleminderit regjia që më flet në vesh. Faleminderit. Po. Pse më dallaqe jam unë? I kam shkruar e para pas ndarjes me qëllim për t'u rikthyer. Asilloj me rap shtëpie. Jo, Gjesi. Gjesiana Muka, Kanë qenë kote erta. çfarë drejqin? Kanë qenë kote erta. I ke thënë hajde kthehemi? E të piri kthehemi? Djalli. I ke thënë djallit. O Allah, pije o të pif. 300 bak. Si guxon. Besoj Gjesi që pas këtij momenti ke thënë që se bëj më. Sa kam bërë më.
Jam rikthyer me dikë vetëm nga nostalgjia. Për njerëzimi. Hajde gëzuar. Tani prit, për Nostalgjike edhe ne. Ishte nostalgji, a ishte dashuri. We will never know. Absolut dashuri. Çfarë Shoqe. ju bën të ndjeni mirë gjatë natës? Besojeni, mos I dëgjoni shoqe. Hajde kolege. Kolege gëzuar se të kam shumë Turpi pa pif dreqi turpi për që të të gjallë, gëzuar. Unë trupin e ham vërtet me bukë, kështu që s'më prish punë. Kam bërë postime në rrjetet sociale që lidhen me ishin dhe sot më vjen turp kur I kujtoj. Turp s'm vjen me thënë drejtën. Unë e thashë një herë trupin e ham me bukë. Hajde vim dhe Un kam bë postime kunj sa dush, kanë qenë Postime, shumë të story, thella, close friends. Por as I lloj turpi, kanë qenë mund t'i bëj dhe highlights, aq bukura, kanë qenë artistike. Ai as ato s'ka merituar ti shofi. E po, unë them që kjo t'jetë mbyllësja e këtij episodi, Absolutisht. që futeni një ku diun teke vodka, mos I shkruani ishit.